Kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj ka zbuluar detaje nga takimet që ka zhvilluar me kryetarin e lëvizjes dhe të vendosja Albin Kurti lidhur me mundësinë e një bashkëpunimi pas zgjedhjeve. Me një intervistë për emisionin Pressing në televizionin të shtatë, Limaj tregoi se si kishte ardhur deri te një dakordim gojor mes tij dhe Kurtit për që ai të merrte postin e kryetarit të kuvendit. Kurti foli në RTK për çka kishin diskutuar, ndaj edhe unë po flas tash. Në takimin e parë biseduam për tema të përgjithshme. Në takimin e dytë, zoti Kurti shprehu dëshirën për një bashkëpunim, për një koalicion. I thash, nëse kërkon vetëm numra, unë t'i jap. Por ai i tha se dëshironte partneritet, tha Limaj. Sipas tij, Kurti kishte propozuar që nisma të bëhej pjesë e qeverisë, por kjo ishte refuzuar nga Limaj. Unë i thash se nuk jam interesuar për qeveri, por për partneritet në kuvend. I thash se jam i gatshëm të marr detyrën e kryetarit të kuvendit. Ishte një minimum bashkëpunimi që mund të ofronim në atë moment, shtoi ai. Limaj konfirmoi se ndonse pati një marrëveshje verbale me Kurtin, ajo nuk u konkretizua me shkrim. Në fund, patëm një dakordim gojor, unë dhe Kurti. Ai mbeti të diskutonte me partnerët e tij, unë me partinë time. S'kemi pas marrëveshje të shkruar, prandaj nuk u ndjeva keq që ata propozuan Haxhiun për kryetar të kuvendit, theksoi ndër të tjera Limaj.